Në kuadër të aktiviteteve të tyre humanitare, rotarianët e rinj të Anamorovës janë mobilizuar në zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme. Gjatë ditës së sotme ata kanë pasur një aktivitet me një çështje krejtësisht ndryshe e që kishte të bënte me prezantimin e dy filmave, njëri për fëmijë, tjetri për të rinj, në dy termine të ndryshme, atë të mesditës dhe të mbrëmjes. Indira Sylla, kryesuese e projektit të titulluar Filma Bamirësie, në emër të rotarakëve të rinj, ka bërë të ditur se fondet e mbledhura nga ky aktivitet i sotëm do të destinohen për të verbërit në komunën e Gjilanit. Pasi që është muaj i rinis, na bashku me njësim për rini dhe me përfaqësues tonë të Rotarak Klub Anamorova dhe me përfaqësuesin apo kryesuesin e rotarakëve, kemi bërë një event ose ngjarje ku kemi dashur me mbledhen trit, mu argëtu dhe me mbledh fonde për bamirësi. Ku ato fonde të shkojnë për të verbrit, për të blerë libra në gjuhën e tyre, në alfabetin e tyre. Po ashtu edhe me këto fonde mund të blejmë edhe mjete të ndryshme për ta që kanë nevojë. Në anën tjetër, Ilmi Hajdini, rotaraktor nga Rotary Klub Anamorova, ka bërë të ditura një pjesë të aktiviteteve që ka zhvilluar gjatë periudhës së fundit klubi i rotarakëve të rinj. Aktiviteti është filmi, që është duke u shfaqur tani, është Kung Fu Panda 3. Gjitha si style dhe Indira, gjitha këto parado që dedikohen për libra për të verbur. Kurse klubi Rotarak të Anamorova ka pas edhe aktivitete tjera, që para një jave ka qenë parandalimin e trafikimit qenieve njerëzore, po ashtu bashkëpunimi me njësitin për rini, kem dërgu lodra për fëmijë në klasë me parashkollor, po ashtu dhe kem dhonë tensiometra në QKMF, zbashku me rotarian. Këtu janë disa nga aktivitetet e klubit Rotarak të Anamorova. Gjatë ditës, saktësisht në mesditë është shfaqur filmi për fëmijë, ndërsa në mbrëmje ai për të rinj. Në lidhje me interesimin e mesditës, kryesuesja e këtij projekti Indira Sylla ka thënë se ka qenë i kënaqshëm, ndërkohë që sipas saj interesimi më i theksuar ka qenë nga ana e rinjve për të përcjellë filmin tjetër dedikuar kësaj kategorie. Rjedha, si shpeshiet, mirë të shku dhe i tash, interesim ka pas mjaftushëm, sepse tash ka qenë vetëm për fëmijë. Po interesimi ka qenë mjaftushëm, jemi të kënaqshme këtë interesim, po ashtu tash në ora 8 kemi edhe filmin tjetër, i cili po mendojmë se interesimi do t'jetë edhe shumë i lartë se çka qenë tani, por po presëm tani. Edhe aktiviteti i sotëm i rotarakëve të rinj është zhvilluar në vazhdën aktiviteteve të përgjithshme të tyre, synimi të cilëve ka qenë ofrimi i ndihmave humanitare për kategori të ndryshme në nevojë. Ky aktivitet i sotëm është zhvilluar në bashkëpunim me Njësinë për Kulturë në komunën e Gjilanit në vazhdën aktiviteteve të zhvilluara për nder të bashkëdhëtarëve.